është një pyetje. Këshilli i Lartë i Prokurorisë ndodhet aktualisht para dy vendimarrjeve shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë përkatësisht me emërimin e drejtuesit të Byros Kombëtare të Hetimit dhe drejtuesit të Prokurorisë Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Besoj është me shumë interes që të informohen të gjithë deputetët, por edhe opinioni publik lidhur me ecurinë e këtyre dy proceseve. Dhe kur do të kemi emrat e drejtuesve të rinj të BKH-s dhe të SPAK? A kanë pasur problematika këto dy procese dhe cilat kanë qenë këto problematika? Atëherë, lidhur me procesin e drejtuesit të Byros Kombëtare të Hetimit, në komunikim me strukturat e Prokurorisë Posaçme Antikorrupsion, për shkak të verifikimeve disi të zgjatura të aplikimeve për kandidatët, besohet që rreth datës 10 nëntor të finalizohet procesi. Ndërsa me procedurën e zgjedhjes së drejtuesit të Prokurorisë Posaçme Antikorrupsion, besoj që ndoshta fillimi i dhjetorit, po këtë jemi duke diskutuar me anëtarët e Këshillit dhe duke negociuar datën, besojmë që është një proces i cili do të përfundojë nga fillimi i muajit të dhjetorit në mënyrë që drejtuesi i ri të ketë mundësi edhe të bëj kalimin ose marrjen e detyrës në një mënyrë pak më të natyrshme nga drejtuesi i vjetër. Pra, mund të jetë diku përpara datës 16 që mbaron mandati drejtuesit aktual, në mënyrë që të ketë një tranzicion më të zbutur të dosjeve dhe të gjithë punës që ka në kompetencë drejtuesi. A kanë pasur problematika? Lidhur me drejtuesin e BKH-s, ka pasur komunikime me drejtuesin i cili mbaroi mandati, kryesisht lidhur me një pretendim që drejtuesi i mëparshëm ka pasur për një zgjatje në mënyrë automatike për një mandat të dytë 5 vjeçar në krye të Byros Kombëtare të Hetimit. Ndërkohë që në interpretimin e Këshillit ky proces ka qenë dhe duhet të ishte kompetitiv, transparent dhe të plotësonte të gjitha kërkesat e përcaktuara, kështu që është parashikuar edhe në koordinim me strukturën e posaçme antikorrupsion, që ka kompetencën për të realizuar të gjithë procedurën e përzgjedhjes, është vendosur që të aplikohet neni 33 i ligjit, sipas të cilit detyra përfundimtare e Këshillit të kryhet në momentin që vjen kandidati apo propozimi që do të rekomandohet nga struktura e posaçme antikorrupsion. Kështu që nuk mund të themi që ka pasur problematika, ka pasur diskutime, qëndrime të ndryshme apo qasje lidhur me mënyrën se si mund të interpretohet ligji, të cilat janë zgjidhur dhe aktualisht në datën 10 nëntor, siç e përmenda, pritet që të finalizohet